Përshëndetje të dashur miq, jemi live dhe direct. Live dhe direct kemi në Instagram dhe në TikTok. Por videon do ta shikonin ata që dëshirojnë të dëgjojnë dhe rishikojnë në YouTube. Ka shumë mundësira. Shumë bukur. Atëherë të gjithë me zvopresin të dinë më tepër për eklipsin. Kemi një eklips shumë të fuqishëm, diellor, dhe është me datën 12 gusht pra 2026. Në këtë eklips shumë të veçantë, që është veç pas, domethënë 4 ditësh. Aty do të kemi gjithashtu edhe diellin hëna do të jetë e re. Okay? Jupiterin dhe Mërkurin, pra dhe diellin, do t'i kemi të gjithë në shenjën e Gafores, kur të ndodh eklipsi. Eklipsi ndodh në shenjën e Gafores dhe kjo është astrologjia vedike, njerëz. Është astrologjia vedike dhe është ndryshe pra nga astrologjia perëndimore, siç e keni vënë re, sepse kjo është pikërisht ashtu siç gjërat janë në qiell, ndërsa astrologjia perëndimore i merr gjërat ashtu siç janë përkthejnë nga interneti. Shohin tjerët, dëgjojnë tjerët, vetëm llogarisin sipas sezoneve, pra gjërat në tokë, ekuatorin. Nuk marrin në konsiderat qiellin fare. Të thuash që nuk është, domethënë, eklipsi në shenjën e Gaforet, do të thotë ti s'po e shef qiellin fare. Okej, juve të dashuruar me astrologjinë vedike, do të njihni të vërtetën. Sigurisht jam unë këtu, ata që dëshirojnë ta dëgjojnë. Pra, eklipsi do të ndodhi në shenjën e Gafores dhe aty kemi ndër të tjera Mërkurin, diellin dhe hënën që është e re, diellin që do të jetë në eklips dhe do të mbulohet nga një planet që quhet Ketu. Okej? A dhe lajmi mirë në fakt është që është Jupiteri aty, sepse Jupiteri përfaqëson gurun, mentorin tënd, ai që t'jep këshilla, ajo që t'jep këshilla të duhura që ty të bëjnë mirë. Kjo është një lajm i mirë për sa i përket këtij eklipsit. Por astrologjia vedike është sa bukur shkon më shumë në detaje. Dhe çfarë na thot? Jo vetëm që është në shenjën e Gaforës, po të shkosh më afër, hapi dylbit plot. Se me sy të lirë nuk shikohet. Po të shkojmë më thellë në shenjën e Gaforës, po të shikojmë dhe aty kemi ato që quhen në astrologjinë vedike nakshatra. Dhe pikërisht ky eklips do të ndodhi në një nakshatra që quhet Ashlesha. Do të thotë me qenë se eklipsi do të ndodhë në këtë nakshatra të Gaforës, pra në një pjesë të Gaforës, jo në të gjithë Gaforën, Gaforë është e madhe, domethënë yjesia, por në këtë nakshatrën sipas astrologjisë vedike, dhe kjo na jep shumë informacione. Kjo na jep neve shumë informacione. Çfarë do të thotë kjo? Besoj po dëgjojmë. Po ndjem. Po sot është data 888, është e vërtet, dhe kemi thënë, dhe në fakt tani është 8:08 ora, tani që po flasim me që jemi dhe live, dhe është 8 gusht, 8 muaj 8, 2026, 26 ka rëndësi se më pyeten, sepse 2026, kush ndryshon tani? 2026, 2027, 2024, atë prandaj ka rëndësi 26-ta. Në rregull, me që më bëhet pyetja. 2 + 6 bën 8, pra 888, ora është 8:08, nuk ka ku të shkojmë më 8 tani. Okej? 8 në numerologji, të dashur dëgjues, është numerologji, pra përfaqëson planetin e Saturnit. Dhe në fakt sot është dhe është shtunë sot? Shtunë sot. Është shtunë dhe shtuna i përket Saturn, Saturday e shtunë. Domethënë kemi një energji të Saturnit shumë të fuqishme sot dhe nuk është pra energjia 888 për të manifestuar gjërat që ti dëshiron, pa prit mas në datën 888 do t'i plotësojnë dëshirat që të gjithëve. Domethënë këto pralla dhe këto gjëra vetëm kalamajt e kopshit mund t'i besojnë. Kurse ata që kanë logjik dhe që mbështeten në shkencën tamam, sepse numerologjia vedike, astrologjia vedike është shkencë. Në fakt është shkenca më e lartë.
në gjithë tokën astrologjia vedike, sepse është shumë e detajuar, është matematikë shumë e lartë. Pra nuk është e manifestimit të gjërave që juve dëshironi, gjithë dëshirojnë gjëra, por kujtes, nuk është e vërtet pra ligji i tërheqjes ose të manifestosh gjërat që ti do pikërisht në 88. Është thjesht dita ku duhet kryesh detyrat që i ke filluar më përpara ti kryesh sot. Është punë. Saturni është disiplinë. Dhe Saturni jep pikë të mira njerëzve që e mbarojnë punën e tyre. Jo që e lejnë gjysma. Dembelët në datën 88 nuk e kanë mirë. Ata që punojnë dhe ata që realizojnë qëllimet e tyre që kishin dhe punojnë të paktën përpiqen, ato do të kenë shumë fat në datën 88. Në rregull, a jam e sqaruar? Jam? Disiplinë, apo jo? Tani, unë nuk do t'jem si të tjere që do them, jo po manifestoni këtë dëshirë, jo po bëni kështu. Dëshirat manifestojnë në bazë të pikëve që ke, në bazë të karmave që ke, qoftë në këtë jetë dhe në jetët e kaluara, okay? Këtu do themi gjërat e vërteta, sepse mashtrimet I keni gjithanet edhe për qark. Okay, kthehemi te eklipsi jon. Do t'i japim rëndësi eklipsit dhe sigurisht unë zgjodha këtë ditë sot për të folur për eklipsin, sepse teta është e disiplinës, po teta për shumë në astrologji përfaqëson shpinën e tetë astrologjike, pra si thua akrepin si energji dhe zbulojmë gjërat që janë të thella. Akrepi shkon poshtë, në pellg, në det, është errësirë dhe nuk shikon. Por teta I jep këtë mundësi për të fituar dritë. Okej. Atëherë kush e mban mend cila ishte nakshatra që unë thash eklipsi do të ndodhi? Studentat e Lotus Ocean, të paktën studentat e mi Lotus Ocean të përgjigjen? Ashlesha, bravo. Shumë mirë. Pikërisht, dhe sido që tjetë, me që përmenda studentat e Lotus Ocean, kur ndodh eklipsi, do t'ju them dhe orarin ose kulmin e eklipsit, në fund fare, po e harrova më kujto, në ditën kur është eklipsi, sidomos në mbrëmje, në qoftë se bën meditim kur është eklipsi, është, si them, jo 100, por 1000 herë më e fuqishme rezultati pozitiv se sa kur bëhet në periudha të tjera meditimi. Pra unë patjetër do t'i këshilloj të bëni meditim. Sigurisht meditimi Lotus Ocean. Në fakt, vetëm ai është meditimi vërtet. Pra meditim që mësosh disiplinën e qëndërësimit të trupit, e të folurës nga qendra e gojës dhe mantrat në shqip. Okej? Të paktën thoni, unë jam një qenie, unë I dua vetes të mirën. Unë ndodhem brenda në univers, universi përmban ligje hyjnore dhe unë dua të jem zgjedh. Unë zgjedh që të jem në harmoni me këto ligje të hyjnore të universit. Të paktën këto t'i thoni, do I bëni nder vetes. Energjia e eklipsit, në përgjithësi kur ndodhin eklipsi, ndodh një herë 6 muaj. Okay? Pra kemi sigurisht në 12 kusht, kemi eklipsin dhe pastaj nga fundi muajit kemi gjithashtu dhe eklipsin hënor. Gjithmonë kemi eklipsin hënor dhe eklipsin diellor shoqërohen së bashku me afërsisht 2 javë diferencë. Okay? Gjatë eklipsit duhet kemi parasysh që eklipsi kupton përfundime të një lloji, të diçkaje, dhe më pas fillimin e një cikli të ri, sepse drita e diellit, nëse keni vënë re në eklipset e tjera, dhe unë nuk ju këshilloj që të shikoni eklipset. Nuk duhet të shikoni me sy të lirë. Mirë, faleminderit, po juve? Okay? Nuk duhet të shikojmë eklipsit në kohët e lashta të diturit, kur kishin diturit të saktë, sot s'dina si gjë, sot kanë ngelën të astrologjia perëndimore, që s'dina çfarë është eklipsi, kurse astrologjia vedike sqaron, pra është një planeti hije, Ketu ose Rahu, që zakonisht mbulon hënën ose diellin, e mbulon dritën, sepse dritat në këtë botën tonë përfaqësohet nga dielli, që është drita e ditës, dhe hëna që është drita e natës. Atëherë eklipsi do të thotë që këto dritat, këto 2 planetet hije, Rahu ose Ketu, I mbulojnë I del përpara. Dhe thuhet si është si ujku që han hënën. Në mitologji kush e ka parë? Keni parë? Moonwalk. Se pam dhe filmin me Michael Jackson para 2 ditësh. Me këta komshinc.
Pikërisht. Po, ujku që hanë, domethënë, ose kur hëna është e plotë dhe del ujku. Ujku është simbolika e këtyre dy planetëve që sqarohen vetëm në astrologjinë vedike, nuk ka ku të shkojnë më. Pa mësuar, pa kuptuar të paktën diçka të vogël tek astrologjia vedike nuk mund të kuptosh eklipset. Okej? Do të kemi një cikël të ri, pra mbulon drita, mbulohet drita dhe pastaj dek drita fillimi, domethënë duhet një cikël i ri si thuash, por me përpjekje dhe me ca vuajtje ndoshta dhe me transformime. Në këtë eklips do t'i marrim të gjitha shenjat, pa merak. Vetëm jo drama në komente. Okej? Se na keni mbush plot. Do t'i marrim të gjitha shenjat në fund. Tani së pak do t'i marrim të gjitha shenjat dhe të gjitha shëndetet. Në rregull, dashje gjithë këto. Por duhet kuptojmë njëherë në përgjithësi, sepse këtu nuk kemi, domethënë, astrologji perëndimore që thotë fillon dashi, demi, do të që edhe gënjeshtra, sepse nuk kanë as interpretimin e saktë, por as edhe datat e sakta, as edhe shenjën e saktë, por këtu do t'i japim gjërat e pra do shohim në përgjithësi çfarë është për gjithë njerëzit dhe pastaj shkojmë tek gjitha shëndetet. Në rregull? Dhe sido që tjetë, çdo njeri është unik, në rregull? Dhe çdo njeri, domethënë, nuk mund të themi jo gjithë dashur do e kenë kështu, o gjithë demët do e kenë kështu. Në fakt çdo njeri ka, është ascendent dashi, por ka dhe planetë të tjerë. Domethënë, është shumë e detajuar dhe shumë komplekse astrologjia vedike sepse është shkencë e saktë. Okej, vazhdojmë. Në këtë eklips në nakshatrën Ashlesha, çfarë është kjo energjia e kësaj nakshatres, eklipsi, që do të ndikojë tek jetët e tona, ose atë ditë sidomos më 12 gusht, do të ketë ndryshim dhe transformim. Sekretet, zbulimi i sekreteve është tema kryesore e këtij eklipsi. Zbulimi i sekreteve. Do dalin sekrete tek ne në jetët tona. Po të thoni juve, ku do dalin këto sekretet? Çdo njeri, pra çdo shenjë, i ka si thuaj sekretet, për shembull në fushën e në marrëdhënie tek partneri, ose ka të dalin sekrete në diçka gjëra që nuk i dini më përpara, sekrete si thuash në punë, në profesion. Dëgjojmë, shikojmë. Ua, që ngeni plot juve në TikTok. 101. Po na dëgjoni? Bukur. Instagrami? Okej? Patjetër, komentet i sqarojmë pak në fund fare, sa të mbarojmë edhe shenjat. Pra dëgjojmë dhe pastaj në fund fare i diskutojmë së bashku ata që kanë dëshirë nëpërmjet të shkruaturit po. Zbulimi i sekreteve është tema kryesore e këtij eklipsi. Është e vërtet. Në mënyrë kolektive, pra zbulime, si thua, disa gjëra të mëdha dhe të thella mund të zbulohen ose mund të largohen nga jeta jonë. Mund të ketë përfundime ose largim të energjive negative në mënyrë që t'i hapet rruga diçka e të re. Rregull? Ju thash që në këtë eklips gjithashtu ndodhet dhe Jupiteri afër. Dhe Jupiteri ndodhet në shenjën e Gafores dhe Jupiteri është i lartësuar në Gafore, është mirë aty. Pra njerëzit që kanë një guru ose është mirë sigurisht meditimi, Lotus Ocean, por gjatë këtij eklipsi të fuqishëm pra kemi bekimet e guruve, si thuash. Mirë është që të respektojmë gurut ose një njeri që ke mësuar diçka në jetën tënde, ta respektosh. Gjithashtu është akoma më shumë rritje energjie pozitive. Çështje të diskutosh çështje shpirtërore atë ditë është gjithashtu shumë pozitive. Ashlesha, kjo nakshatra në astrologjinë vedike që na jep shumë detaje, lidhet me simbolin e gjarprit. Po, që e kishin bërë ata tek një televizion që bëra unë intervistën. E kishin kapur këtë gjë për gjarprin. Po gjarpri, domethënë, që kemi në po pat në gjarpër atë ditë ata që janë në përfshatra ose gjëra ose do shikojnë video me shumë diçka e tillë, ose përfaqëson gjithashtu gjarpri, përfaqëson dhe energjinë Shakti apo Kundalini, sipas diturisë vedike. Në rregull?
Pra njerëzit që merren me këto gjëra, domethënë atë ditë është super fare që të fokusohen në këtë energjinë spirituale. Okej? Megjithatë, zbulimi i këtyre sekreteve na sjell në përgjithësi pastrim, largimi i energjive negative dhe gjërat që nuk na shërbejnë më, bëhet fjalë kjo gjë. Le të fillojmë me ascendentin Dashi. Ata që janë ascendent Dashi, ose që kanë hënën e tyre në Dash, ose që kanë shumë planetet e tyre në shenjën e Dashit, në horoskopin e tyre vlen pra kjo gjë që do fillojmë të them tani. Për ata që janë ascendent Dashi, diçka e madhe mund të ndryshojnë në lidhje me vendbanimin tuaj. Mund të zhvendoseni ndoshta ose të ndjeni një dëshirë të fortë për të ndryshuar mënyrën se si shikoni jetën dhe gjërat që ju bëjnë të lumtur. Do të linë një kërkim, një dëshirë për të zbuluar se çfarë të sjell vërtet lumturi. Domethënë, mund edhe mos të ndihesh mirë atë ditë, por të bën që të shtyn për të fituar ose të punuar për të sjellë pra më shumë lumturi në jetën tënde. Tregoni të kujdesshëm sepse pra mund të ketë ulje ngritje emocionale, sidomos me pjesëtarët e familjes, ose edhe ndonjë sekret mund të dalë në shtëpi. Silluni me shumë butësi me familjen, sidomos në 12 gusht, pra shmangni debatet, sidomos në shtëpi brenda. Okej? Por gjatë këtyre 6 muajve që do të vinë, sepse pasoja e një eklipsi do të ketë është 6 mujore. Nuk është se u bë eklipsi mbaroi dhe hajt mirëpafshim. Pasoja do të jenë, thuash, për 6 muaj, derisa të ndodhë eklipsi tjetër. Gjatë këtyre 6 muajve, pra, jemi akoma të Dashi, mund të krijoni diçka të re, duke punuar nga shtëpia ndoshta. Diçka që ka lidhje me shtëpinë. Fokusi do të jetë më shumë aty, në atë ditë 12 gusht. Ata që janë ascendent Demi, mund të ketë ngarkesë emocionale në marrëdhëniet me vëllezërit apo motrat më të vogla, fëmijët, miqtë e afërt, ose dhe kushërit. Tregoni shumë të kujdesshëm gjatë udhëtimeve në edhe të ato të shkurtrat, veçanërisht ditën e eklipsit. Unë do i këshilloja në ditën e eklipsit, sidomos dhe orari kur ndodh eklipsi, mirë është mos dalin fare për jashta. Tani jemi të Demi. Po. Mirë është mos dalin fare për jashta dhe të fokusohemi pra tek balanca jonë mendore, por edhe tek gjendja jote e brendshme. Për Demat do të ketë fillime të reja në lidhje me marketingun, aftësitë tua në të shkruar, përdorni duart, për shumë gjatë meditimin, përdorni dhe duart. Nëse luani instrumente, është shumë e mirë për qetësi. Instrumente muzikore, po. Guxim gjithashtu, ky eklips ju kërkon të hiqni dorë nga modelet që nuk ju shërbejnë më, pra nga gjërat që nuk të bëjnë mirë ty. Nëse tregoni më të butë përballë sfidave të jetës, eklipsi ju kërkon që të ndryshoni, të bëni pra më të guximshëm për disa gjëra. Okej, Demat? Më është lidhur? Po. Atëre, Breciapi ja prit edhe pak. Kemi me rregull. Atëre ata që janë ascendent binjakët. Për binjakët, trazira emocionale, transformime në lidhje me familjen tuaj, por edhe me familjarët e shtëpisë, gjëja që do të ketë më shumë fokus është financat, lekët, parat, po, ushqimi, mënyrat të ushqyerit, unë sigurisht këshilloj absolutisht ushqime vegetariane gjatë gjithë vitit, por të paktën me 12 gusht kur do të jetë eklipsi, mbajeni pak veten, pra mos hani mish. Ushqimet vegetariane dhe edhe pija alkoolit e këto gjëra me 12 gusht duhet patjetër ti shmangni. Shmangni mishin, alkoolin, okay? Pra, për binjakët, kujdes ushqimi që hanë atë ditë, gjatë eklipsit mos hanë fare, sepse thuhet kur hanë ushqimin gjatë eklipsit, pra dielli nuk është në vetvete, është imbuluar drita e diellit, dhe atëherë ato rrezet nuk është mirë që të prekin fare ushqimin, sidomos për juve që janë ascendent e binjakët. Edhe zëri juaj do të jetë më i fuqishëm atë ditë, por të tregojnë me kujdes, domethënë kujdes mos thoni ndonjë fjalë të padur, sidomos publikisht.
Okay? Kujdes atë ditë binjakët, sepse zëri dhe ushqimi dhe këtë energjia në këtë fushë të jetës do të aktivizohet më tepër atë ditë. Okay? Gaforet. Bukur, do kalojmë te gaforet. Ata që janë ascendent gafore, është do të zbuloni më shumë qartë se cili është qëllimi juaj. Do të keni parasysh që eklipsi ndodh në gafore. Kështu që do të prekeni, domethënë gaforia preket më tepër. Aty ke plot planete, ke Merkurin, ke Jupiterin, ke Diellin, domethënë që bëhet eklipsi, ndodhin shumë gjëra, aktivitete në gafore. Pra, shtëpia juaj e parë astrologjike, lagna ose personaliteti dhe gjërat fizike në trup, atë ditë, kujdesuni për shëndetin. Dhe silluni butë me veten. Okay, jo të ashpër, sepse mund të ketë ulje ngritje emocionale gjatë 12 kushtit. Edhe 2 ditë përpara, 1 ose 2 ditë përpara ose 1 ose 2 ditë mbrapa eklipsit. Është e njëjta energji e eklipsit. Në rregull, prandaj po i bëjmë këtë video përpara në mënyrë që njerëzit kenë të mos çuditen nga energjia e asaj ditës, ose edhe 1 ditë përpara, ose 2 ditë përpara. Në rregull, por do të fitojnë gaforet një vetbesim të ri dhe një kuptim më të thellë të qëllimit të tyre. Ata që janë ascendent Luani. Ata që janë ascendent Luani, atëre sekrete, disa sekrete mund të zbulohen, gjërat të fshehta në jetën tuaj. Mund të zbulohen sekrete shumë të thella për Luanët. Njerëzit që nuk kanë qenë të sinqert me ju mund të demaskohen. Por edhe sekretet që ju vetë keni mund të dalin në sipërfaqe përpara të tjerëve. Okay, Luanët, tregoni shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet, sidomos me njerëz të huaj ose njerëzit jashtë shtetit, ose nëse udhtoni vetë jashtë shtetit, kujdes me njerëzit që flisni takoni dhe gjërat që thoni. Sigurisht do të ndjeni dëshirën që të rrini më vetëm atë ditë, do të pak më të izoluar. Vendet shpirtërore, peligrinazh ose këto gjërat pra janë gjithmonë pozitive, sido që të jetë. Respektoni gurut. Ky eklips do të sjellë diçka të thellë në mendjen tuaj, të nëndërgjegjes. Virgjëresha. Ata që janë ascendent Virgjëresha. Sido që të jetë për Luanët atë ditë, domethënë sigurisht edhe për të gjithë shenjat, unë i rekomandoj që të vinë tek meditimi Lotus Ocean, që unë i jap në shqip, në anglisht dhe në norvegjisht, kush dëshiron. Sigurisht me klasat shqiptare, flasim në shqip dhe mantrat i bëjmë në shqip, gjithçka është në shqip, nëpërmjetjeshisë së gurut Prashant Trivedi, sepse gjithë kjo dituri astrologjisë vedike, gjithë dituria e meditimit Lotus Ocean, gjithë dituria e përmirësimit, në çfarë do lloj situate që të janë planetët, ose pra si të kesh një balancë dhe si të jesh gjithmonë mirë, kemi pra fal gurut Prashant Trivedi. Dhe unë kam seancat Lotus Ocean çdo javë online, mund të vini. Mund ta shkruani studentët Lotus Ocean, numrin e celularit po deshe në koment që ta shohin edhe të tjerët, kush ka dëshirë të vi, është falas online nëpërmjet WhatsAppit. Pra mëson se si të qëndërzimin e trupit, të bësh qëndërzimin e trupit, qëndërzimin e zërit që është shumë e fuqishme, sidomos gjatë eklipsit të bësh qëndërzimin e trupit është tejet pozitive, siç kemi parë të gjithë studentët Lotus Ocean. Po, një njoja. Virgjëresha. Atëherë ata që janë ascendent Virgjëresha, eklipsi tyre do të ndodh në energjinë që prek miqt, interneti, gjendje emocionale, kujdes në rrjetet sociale, kujdes çfarë thonë në rrjetet sociale, mbajini veten me 12 kusht, mos shkruani lloj gjërash, kujdes komentet që bëni, sidomos në rrjetet sociale, sepse mund t'ju prishin me të vërtet punë dhe mund të dalin gjëra që nuk është mirë për juve, ose mund të shikoni në rrjetet sociale një sekret që juve nuk e dini dhe që ju prek juve atë ditë. Ata që janë ascendent Virgjëresha. Gjithashtu mundësi më të mira financiare në fakt, mundësi për të kontaktuar njerëz të rinj, për të krijuar rrjete organizata të reja ose me gjërat varen me çfarë merresh. Okej? Eklipset tregojnë ndryshime të mëdha dhe ngjarje shumë të thella. Por edhe për Virgjëreshat, pra, kjo është më tepër, kujdes në rrjetet sociale.
Pra, sekretet e këto gjërat në shoqëri, në rrjetet sociale, në miq. Kjo është më tepër. Ata që janë ascendent peshore, peshorja. Peshqit në fund fare. Po, pikërisht. Ata që janë ascendent peshorja, karriera, tregoni të kujdesshëm marrëdhëniet me kolegët, mund të ketë pak stres, trazira emocionale për shkak të bosit apo ku diun shefit apo kolegëve. Thjesht lëreni të kalojë. Përqendroni tek balanca juaj, mos humbisni balancën. Mund të dalin në sipërfaqe sekrete që lidhen me punën, profesionin dhe mënyrën se si kolegët sillen me juve apo juve silleni me kolegët. Më pas do të vinë ndryshime të reja. Mund të ndodhë një ndryshim pune ose diçka mundësi të reja. Ata që janë në kërkim të punës, në fakt, ata që janë peshore, është shumë mirë. Pozitive. Kur peshorja gjithmonë, çfarë ka? Peshorja ka gjithmonë balancën. Edhe kur e humb balancën, nuk është shumë mirë. Ata që janë ascendent pra shenja e akrepit, mund të kaloni një proces emocional që lidhet me babain, ndoshta babain tuaj apo gurut apo dhe autoritetet. Mund të zbuloni rrugën tuaj shpirtërore, mund të ndryshoni mendime për fen apo besimin që ke patur gjatë kësaj kohe ose gjatë gjithë jetës. Mësoni gjëra më të reja. Ata që janë duke ndjekur studime të larta, që janë studenta, mund të kenë disa sfida, por që do të rikuperohen. Gjëja më e mirë që mund të bëjnë ascendenti akrep është patjetër pra meditimi absolutisht. Meditimi dhe një gjë që akrepët duhet të kenë parasysh që nga ky eklips dhe më tutje është të mësojnë ligjet hyjnore të multiversit. Do ta kenë shumë pozitive në qoftë se mësojnë ligjet hyjnore të multiversit. Cilat janë ligjet hyjnore të multiversit do t'i bëjmë në një video tjetër, plus duhet të vini pra i mësojmë tek meditimi lotusoshëm, tek seancat lotusoshëm. Në fakt dje kisha me grupin lotusoshëm që mësuam cilat janë ligjet hyjnore të multiversit, disa sepse janë pafundësisht. Ligjet hyjnore të multiversit kur i thyen është katastrofike për shpirtin, jo në një jetë, por në shumë jetë. Kurse ligjet njerëzore, po t'i thyesh ja maksimumi mund të futesh në burg. Mirënjohje për numrin. Numri mund të vish në numrin WhatsApp 00355 69 29 61149. Ata që duan të vinë pra te grupi i ri që do formoj së shpejti. Po të doni. Falas online. Kjo mundësi së gjithmonë. Ligjet hyjnore dhe ligjet njerëzore janë të kundërta në ditët e sotme, në epokën Kali Yug. Okay? Kurse në epokën e art, ligjet hyjnore dhe ligjet njerëzore ishin të njëllojta. Atëherë shkojnë gjërat më mirë. Por në ditët e sotme bëhet çdo gjë që ti mos ti marrësh vesh ligjet hyjnore të multiversit, sepse nëse ti di dhe i praktikon, bëhesh i fuqishëm. Okay, kalojmë tek shigjetari. Shigjetari transformime është i përket shtëpisë së ndryshimit, transformimit, ulje ngritje emocionale atë ditë, sigurisht që është dhe për shumicën, tregoni të kujdesshëm emocionalisht. Është një periudhë shumë sfiduese për shigjetarët. Mund të përjetojnë dhe ndryshime të papritura. Qoftë për mirë, por qoftë edhe jo për mirë, se s'du ta përdor fjalën keqe. Okay? Nga ana pozitive, në fakt, në qoftë se ndodh ndryshimi për pozitive, mund të sjellë një shumë të papritur parash, trashëgimi apo para që vijnë nga njerëz të tjerë, jo nga juve. Jo keq. Por përpara kësaj do të ketë një pastrim. Mund përjetojnë ankth, shqetësime, situata stresuese dhe disa sekrete që nuk jeni gati për të dalë, mund të dalin në sipërfaqe. Qoftë në marrëdhëniet tuaja ose me njerëzit e tjerë. Shigjetarët patjetër meditimi lotusoshëm të përsërisin të paktën mantrat atë ditë. Unë jam një qenie, unë i dua vetes të mirën, ta thonja 30-40 herë. Okay? Shmangni gjërat, ankth apo stresin, duke u marrë me veten dhe duke përqendruar tek si të bëhemi më mirë. Ata që dëshirojnë të shkojnë në shkencat pak më
esoterike si astrologjia vedike, apo ekzistenca e jetëve të tjera, gjëra shpirtërore dhe ajo shumë e mirë për shigjetarët. Po Jorja, një sekond se akoma s'ka ardhur. Atëherë kemi Britsjapin. Ata që janë në ascendent Britsjapi. Pra ata që kanë shumë planetik shkenja e Britsjapit ose ata që kanë hënë në Britsjap, vlen kjo gjë. Okej? Gjëra që do dalin sekretet ose gjëra që do në lëkundet më tepër si thuash për Britsjapët janë marrëdhëniet, partneri, partnerja, gruaja, burri, fejuari etj etj. Okej? Por edhe partneritetet e biznesit. Disa marrëdhënie që nuk i shërbejnë mund të përfundojnë, marrëdhënie toksike. Më pas mund të shfaqen mundësi për një partner të ri. Në fakt, për ata që janë beqar, është shumë mirë për një partner. Do më thënë, të më të mirë. Okej? Tregoni jashtëzakonisht të kujdesshëm në marrëdhënie me partnerin, bashkëshortin të paktën ato ditë mund të zbulohen dhe sekrete që lidhen me marrëdhëniet tuaja. Kush di çfarë kemi bërë. Okej, tani do shkoj te ujorët. Në rregull? Ata që janë ascendenti ujori, ngarkesë emocionale në lidhje me shëndetin, mund të keni shqetësime emocionale, kujdesuni për shëndetin. Dhe më thënë, më shumë ato ditë, ose pak ditë përpara dhe mbrapa. Por, do më thënë, eklipsit, por mund të ndihmojnë që të zgjidhni dhe probleme shëndetësore. Nëse kanë patur më përpara, mund edhe shërim, pra është një ndryshim, një gjë e re gjatë eklipsit. Është për, do më thënë, sigurisht, universi do që neve të bëjmë gjithmonë më mirë. Po varet nga neve dhe varet edhe nga veprimet që neve bëjmë, pra karmat. Me Jupiterin dhe Mërkurin për ujorët të vendosur pra në eklips në gafore, mund të keni dhe mundësi të mira, shumë të mira në fakt për profesionin. Edhe për mirësim shëndeti, pra shërim ose dhe këto gjërat. Sigurisht, me qënë se dhe Jupiteri është aty, është patjetër shumë e mirë nëse merrni pra me gjëra spirituale, meditim lotusoshëm, unë ja këshilloj absolutisht patjetër. Mund të vini te klasa ime e re, që do të hapim së shpejti. Më shkruani në WhatsApp. Okej, shenja e fundit. Shenja e fundit. Kush është? Peshqit. Ata që janë peshqit, shtëpia e krijimtaris, lidhja me fëmijët, diçka me fëmijët, mos u acaroni me fëmijët atë ditë. Por edhe mund të aktivizohet për gjërat romantike. Në të gjitha pra këto fusha, por mund të ketë dhe ulje ngritje të rrezire emocionale. Luhatje emocionale në marrëdhënie me fëmijët ose në jetën e tyre, mos u fusni shumë në jetën e tyre me 12 kush, ose keni dhe kalamaj të rritur, por edhe partneritetet romantike, kujdes, mos u zini. Dhe mund të dalin dhe sekrete dhe çështje emocionale në sipërfaqe. Pas eklipsit, do me thënë, nuk është shumë e këshillueshme të hynë në një marrëdhënie të re. Ata që duan, ose ata që merren me veten, mbi të gjitha, derisa të ketë pra një balancë energjie, si thuash. Në rregull, si thuash, 2 javët e para sidomos të paktën. Okej, jeni shumë krijues, kreativiteti gjatë eklipsit do të jetë fantastik, shumë e mirë. Ky është mesazhi, fuqia dhe bekimi i eklipsit, pra kreativitet do bëheni shumë kreativ gjatë asaj dite. Mund të këto gjëra pra. Okej, e mbyllim. Ka ndonjë pyetje, ndonjë gjë? Tani jeni më të lirë për të bërë pyetje. Më shkruajmë, po.
Gaforia do të ketë propozim me akrepin shtator. Çfarë ke mendim për, po nuk i këshilloj që të shikojnë jetët e kaluara. Jo, sepse duhet të fokusohemi tek jeta që kemi tani. Prandaj nuk i këshilloj. Gaforia propozim me akrepin shtator, po prit njerë kalu eklipse, njerë pastaj mendo për shtator. Atëre për Shqipërinë, do me thënë orari i eklipsit 12 gusht arrin maksimumin në orën 7:41 pra e darkës. 7:41, pra kemi eklipsin në darkë. Nuk shikohet në Shqipëri, por edhe pse nuk shikohet, pasojat e eklipsit do t'jenë. 7:41, në rregull? Po, më thuaj? Ascendenti është kryesori. Ascendenti do të thotë pra personaliteti yt që ke gjithë jetën. Mund ta gjej çdo kush kollaj shumë lehtë, cili ascendent i përket nëpër online që s'ke, thjesht duhet të dish pra të dish të paktën orarin e lindjes dhe i gjen kollaj fare çfarë ascendenti je. Por edhe nëse e di që ke shumë planete, edhe nuk e di orarin e saktë, dhe e di që ke shumë planete për shembull në Dash ose këto gjë, prapë energjia e ascendentit kur them për Dashin do të preki. Në rregull? Për shembull. Po, e saktë, mirënjohje. Okej, atëherë mirë, nuk po ju mbaj më shumë dhe nuk po ju lodh më shumë, so këputët. Kalofshi një eklips të suksesshëm dhe gjëja që duhet keni parasysh është pra që të futemi në vetvete dhe kujdes me sekretet, me gjërat që dëgjoni atë ditë. Transformime, mënyra se si shikojmë jetën. Pra, eklipsi do thotë që absolutisht një ndryshim. Eklipset na shtyn neve në fakt që të shkojmë në rrugën e evolimit që të bëjnë më mirë, por mund të ketë pak pengesa, mund të ketë ankthe për disa njerëz se nuk e përballojnë dot ndryshimin. Mund të ketë, domethënë, gjëra që mund të ketë gjëra të papritura. Eklipsi e jep këtë, kur bëhet fjalë për Rahu dhe Ketu, këto dy planetet hije, ato janë shumë të fuqishëm. Janë aq të fuqishëm sa që mund t'japin dhe bekimin të dalësh nga matriksi, por a mund të dalësh nga matriksi si thua pa punë, pa disiplinë? Nuk mund të dalësh nga matriksi pa u ndryshuar. Pikërisht energjia e eklipsit na bën neve dhe shlesha, pra që bëhet fjalë për energjinë e qarpit ose transformime ose këto gjërat është shumë e fuqishme njerëz. Mund të vini tek meditimi lotusoshëm, mirë se vini, shikohemi në për videot e tjera. Kalofshi bukur.